Deputeti i Partisë Socialiste Piro Vëngu deklaroi se janë zbuluar sponsorizuesit e protestës dhe përfituesit e saj. Vëngu tha se sponsorizuesit janë ata që investojnë në rritjen e zemërimit përmes lajmeve të rreme, prishjes së aseteve publike dhe rritjes së tensionit. Sipas Vëngut, bëhet fjalë për forca politike dhe kolegët të tij në kuvend. Kemi zbuluar kohët e fundit që ka edhe përfitues. Kemi zbuluar kohët e fundit që ka edhe sponsorizues. Përfituesit i kemi parë, janë ata njerëz që nuk kërkojnë zgjidhjen e hallave të qytetarëve, janë forca politike që kërkojnë të kapitalizojnë mbi zemërimin e njerëzve. Sponsorizuesit janë ata që investojnë që ky zemërim të rritet, qoftë në formën e artikulimeve në media, fake news, element që s'ka ndodhur kur, prishje të aseteve publike, rritje të tensionit. Patjetër janë forca politike, i kemi në kuvend, janë njerëz që delegjitimojnë administratën, janë kolegët tanë në kuvend, jemi përballë një realiteti ku kemi pranuar fatkeqësisht që të përdoret gjuha e linçimit dhe fjalët kanë peshë, siç e zbuluam sot, sepse sot pamë dhe skena. Hajde dhe ne burrat do durojmë, por ato dy zonjat kolege të nderuara që s'kanë qenë kur në pozicione ekzekutive, janë të votuara, çfarë taksirati kishin që të kishin sulm fizik, u shpreh Vëngu. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.